do thonë, momenti që s'ti mujt e tillë, ty t'japin ndjenjë knatësie. Këtu është dikush prapa që ka ideu një koncept të tillë që gjatë gjithë kohës ti me pretendu që po merr stimuj të tillë dhe kalon në nivele knatësisë gjatë gjithë kohës. E harron krejt që ato nivele knatësisë realisht ty po të marrin ku. To kanë qenë testume, për shembull, nëse i kemi parasysh filmat dhe ndjesitë që na kanë dhënë filmat. Është na japin. Jo, po kjo është dikush të senca se e përmendi edhe Profa më herët. Këto është me rëndësi pjesa e lajmeve të shpejta, se filmi, kur jemi ullë me këshyrë një film, 2 orë, një pjesë e madhe është tërhek gjysë filmit. Se nuk është që krejti ka tërhek në gjarja, emocioni që e ka dhonë nëse mesazhi që e ka përqu. Nërsa sët, të smartphone-at, dhe si dhe mas përflasin për platformat sociale, janë të ideuara në atë format, që ti gjatë gjithë kohës, kur scroll, gjithë kohës algoritmit sjell informata të shkurta, të cilat janë të fushës tonë të interesit. Dhe ti asnjëherë nuk ngopësh me pa matutje. Dhe tash janë, përveç elementit, se deshta me të varësia që ishte, përveç elementit parë që thamë, frika që po na hap diçka. Elementi dytë që do të mja bëjë gjithë pyetje vetës është kur zgjohemi në mëngjes, çka marrim gjojën e parë që e marrim dorë. Në më thonë, kur gjohemi në mëngjes... Qëto që e lam kur bim me flejtë. Vitën e mirë. Kontaktin... Se e lam telefonit, e marrim pa telefonit. Kontaktin e parë, 90% e neve që e kemi është frika. Ku është telefon, bile, na herë, s'na del gjumi mirë, prej kushtu me dorë, mos na ka ikë dikun. A i kemi largë, tash i kemi edhe këto farë mbusht, i kemi shumë ofër modelet ofër shtratit, se me bo me pos, dhe me thonë, prizën largë, të marove, edhe kur shkojmë pushim. A bën publicitet me bo. Jo bese s'po bojnë. Publicitet të në pjesën e dytë.